Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Sot me lidhje direkte kemi kënaqësinë të kemi me ne një personalitet që jo vetëm menaxhon, por I jep frymë me vizion një prej institucioneve më të rëndësishme kulturore për brezat e ri në Maqedoninë e Veriut. Është me ne zonja Zarie Jonuzi Çeliku, drejtore e Teatrit Shqiptar për fëmijë dhe të rinj në Shkup. Me te dhe të bisedojmë për një moment shumë aktual në jetën e teatrit, shfaqjen Pa të nesërme, një vepër që po trazon botën emocionale të rinjve duke prekur thelbin e dilemave, revoltës dhe ëndrave të brezit të ri. Por për te skenës dhe të kemi mundësin të shohim edhe prapa skenën e këtij institucioni, sfidat e leadershipit në kohë sfiduese, vizionin për repertorin e këtij viti dhe rolin që teatri luan sot në edukimin estetik e shoqëror të publikut tonë. Përshëndetje Zarie dhe mirë se na vjen drejt për drejt nga Shkupi këtu në magazinën tonë Art Kultur. Përshëndetje për të gjithë ju atje dhe faleminderit një herë për hapësirën mediatike. Zarie, shpesh thuhet se teatri është pasqyrë e shoqërisë. Duke pasur parasysh këtë titullin provokues shfaqjes tuaj më të re Pa të nesërme, a do të thotë kjo se teatri juaj ka zgjedhur të jetë zëri I alarmit për gjeneratën e re? Shumë e vërtet, jo vetëm për këtë shfaqje të fundit që e kemi pasur për premier, teatri, se të themi fatmirësisht është pasqyrë e shoqërisë sonë, sepse është një pasqyrë pa kurrfar filtrash. Edhe në këtë shfaqje që kemi pasur neve që kemi pasur premierën me 15 prill, bëhet fjalë për shfaqjen Pa të nesërme, e cila është në bazë të veprës origjinale, zgjimi I pranverës nga Frank Wedekind, ku regjisorja ka zgjedhur të bëj adaptim, mirë po deri diku është ruajtur tematika e veprës e originalit, por edhe këtu pra trajtohen tema kyçe të themi të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë prekin të rinjt. Unë mund të përmend se cilat janë ato tema pak a shumë që kemi prekur ne me këtë shfaqje dhe çfarë duam të themi. Për shembull, si temë kryesore është kërkimi I identitetit tek të rit, te adoleshentët, e shoqëruar me ato impulset e para seksuale, ku ende nuk e din kush janë, çfarë duan, ku besojnë, po pastaj edhe këto impulset e para seksuale në një farë mënyre I qoroditin, disa I mbajnë për vete, disa pak më të guximshëm I tregojnë edhe me të tjerët. Pastaj paralelisht shfaqja trajton edhe mungesën e edukatës seksuale, të themi, sidomos kur jemi në raport prindër-fëmijë, sepse disa prindër mendojnë se janë tabu disa tema të fliten me fëmijët, dhe këtu është ai, të themi, hendeku I madh I komunikimit, ku pastaj fëmijët heshtin, nuk flasin, mbajnë gjëra fshehur, ose edhe më keq kërkojnë informacione diku tjetër, të themi që sa janë ato informacione të filtruara, sa janë edukative për atë që duam të arrim pra për edukatën seksuale. Këtu e kemi një pikpyetje të madhe, edhe jo rastësisht janë raste që ndodhin, për shembull, ndodhin gjithandej, ku si mungesë e edukatës seksuale vihet te një shtatzani e padëshiruar, që më pastaj me keqardhje e them, edhe ne e kemi trajtuar edhe në shfaqjen tonë, ku ndërmerren të themi vendime fatale, ku ndodh edhe vetvrasja. Po ashtu kemi një temë tjetër që trajtohet në shfaqje Ardiana, është ajo të themi presioni I vazhdueshëm ose retroaktiv tek të rinjt, tek nxënësit, qoftë nga sistemi arsimor, por më së shumti nga prindërit, sepse në një farë mënyre I kanë pritshmëritë shumë të larta prej fëmijëve dhe sidomos me çdo kusht kërkojnë që të jetë, domethënë, çdo gjë e përkryer në lidhje me atë që ato mësojnë ose atë që studiojnë. Duke mos pasur llogari se sa janë të përgatitur, sa është në rregull të luash në këtë mënyrë me mirëqenjen emocionale të fëmijës, edhe kjo është ajo pikpyetja e madhe që disa herë shumë të në rasteve prindërit I kanë pritshmëritë e mëdha, duke mos e lënë fëmijën të fokusohet në atë që dëshiron ose në atë që I shkon më së shumti.
Po veç mendoj që prapa pritshmërive do të ketë edhe një angazhim nga ana e prindërve. E përmend Zaria që shfaqja pa të nesërme është një adaptim i veprës klasike Zgjimi i pranverës të Wedekind. Si patët sfidat themi, si vendoset ta sillni këtë klasik në vitin 2026? Ishte sfiduese ta përshtatni një tekst 100 vjeçar me problematika dhe gjuhën e të rinjve të sotëm? Edhe pse është një tekst i shkruar diku në vitin 1890, mirë po problematika e të rinjve, sot e asaj dite do me thënë është ende aktuale. Ende mungon ai guximi, si me thënë, i të rinjve për atë se çfarë ndjejnë për brenda dhe për ta shprehur lirshëm ose në mënyrë të hapur, qoftë me moshatarët ose edhe me dikë më të rritur. Ka qenë si sfidë, sidomos ka qenë për regjisoren, e cila ka bërë edhe adaptimin. Në këtë rast është regjisoria turke Şenay Mandak, por në bashkëpunim me gjithë të themi me ne aktorët, sepse edhe unë kam luajtur në shfaqje, kemi ardhur deri si me thënë atë draftin final që pak a shumë kemi menduar se këto janë këto tema që duhet trajtuar në këtë drejtim. Si shfaqje, do kisha thonë është paksa e guximshme, të themi, sepse ja shprehur disa gjëra deri në fund dhe hapur, gjithmonë në kuadër të asaj se çfarë kemi dashur të themi. Nuk kemi munduar si me thënë, të mbulojmë gjërat, po kemi shkuar hapur që vetëm e vetëm të vim deri te ajo që të rit të jenë sa më të hapur, sa më të guximshëm, të sensibilizohen me të rit. Sepse ka shumë fenomene që të rit mendojnë se i ndodhin vetëm atij. Dhe këtu është ajo, si me thënë, mungesa e guximit kur nuk e shprehen me tjetrin. Dhe kemi shprehur neve këtu, kemi shkuar deri në fund që deri diku të kthjellohemi që duhet të fliten gjërat, duhet të fliten hapur. Qofshin na pëlqen ose nuk na pëlqen, duhet, sepse për çdo gjë, për çdo fenomen, për çdo pikë pyetje ka zgjidhje. Thotë e programi këtij viti e kemi parë në rrjetet sociale, në lajme, përfshinë përveç të patë nesërme, e bukura dhe bisha. Si e keni ndërtuar këto hartë artistike për të balancuar këtë edukimin e fëmijëve dhe reflektimin e të rinjve? Ne kemi pasur, do me thënë, kjo është projekti i parë për vitin të themi për 2026, programën vjetore ne pak për fat të keq fillojmë të realizojmë me një vonesë, sepse ne kemi disa probleme tjera që na paraqiten si sfidë dhe ku bukur mirë e vështirësojnë funksionimin e teatrit ton. Si pasojë mungesës së nxemjes qendrore, ne e kemi të themi atë boshllokun janar shkurt deri në fund të marsit dhe kjo pa të nesërme është shfaqja e parë për 2026 edhe për të ri, kurse në vim na presin pritet që të realizohen edhe 3 shfaqje tjera, të cilat janë për fëmijë. E radhës do të jetë shfaqja e Ibërdearit, ku bën regji, po ashtu teksti i tij. E treta është shfaqja Qyqja, ku për regjisor kemi Besim Uzmailin, po ashtu të katërtën kemi për një grup mosh parashkollor, e bukura dhe bisha, ku po ashtu kemi regjisorën nga Prishtina, Gjeraldina Kresniqi. Jemi shumë entuziast edhe tani po punojmë në mënyrë intensive që sado kudo ai boshllloku që ishte në 3 mujorëshin e parë që ta kompenzojmë edhe me shfaqje, por edhe me mbushjen e repertorit që fëmijët të kenë sa më shumë hapësirë, fëmijët, qofshin në mënyrë të organizuar nga shkolla, por edhe me prindërit, sepse tani kemi aktive dhe skenën e mbrëmjes me shfaqje për fëmijë që të vinë edhe të kenë qasje të teatrit në mënyrë më të kollajt edhe më të shpeshtë. Dhe kur jemi tek regjisorët, kur zgjedhni pra një regjisor si Şenay Mandak apo një bashkëpunëtor si e përmendet Besim Uzmaili, çfarë kërkoni nga ata përtej dhe gjithë regjisorët tjerë, përtej talentit artistik, a kërkoni një përputhje me vlerat e institucionit tuaj? Kërkojmë në përputhje, edhe pse te ne në teatrin ton konkursi është i hapur, do me thënë edhe mund të konkurroj çdo kush kur e kemi neve në qershor. Paraprakisht e shohim se çfarë i mungon teatrit ton si institucion, cilat grup mosha i kemi prekur deri tani, cilat tema i kemi trajtuar deri tani. Dhe kemi, si me thënë, paraprakisht një bashkëbisedim, por jo me të gjithë, por pastaj si faktor tjetër i rëndësishëm është edhe me atë se sa na intrigojnë regjisorët me
me materialin e tyre që duan të realizojnë në teatrin tonë, duke parë konceptin e tyre, po ashtu edhe temën që kanë zgjedhur. Dhe pastaj aty ku na kap, domethënë aty ku mendojmë se është e duhur për teatrin tonë, edhe publiku ka nevojë ta shohë ose të trajtohet një temë e tillë, është paksa, domethënë intriguese, aty fokusohemi më shumë te dhe pastaj rrjedhin bisedimet tona. Normal, lexohet secili tekst i çdo regjisori që konkuron lexohet, nuk është se po ashtu edhe konceptet e tyre, dhe pastaj bashkarisht me kastën time të aktorëve e vendosim atë që është më e mira për institucionin tonë, por para së gjithash edhe për publikun, që e kemi neve publikun tonë të vogël, por edhe të rit. Po. Të fokusohemi paksa tek leadershipi, tek roli juaj si drejtuese e institucionit. Cila ishte ajo sfida më e madhe e leadershipit që keni hasur që kur keni marrë këtë detyrë dhe çfarë keni mësuar nga ajo? E di që keni problem paksa me objektin, përmendet tani edhe pak telashe apo kjo situata me nxemje. E vërtet. Me keqardhje të them se edhe me keqardhje të them kur kam marrë nga teatr se nëse për dikandi kishte qenë diku tjetër mundësi, për mua në këtë teatr ka qenë sakrificë, sepse me vetdije të plot kam ardhur në këtë institucion, por me një dëshirë shumë të madhe dhe me vullnet të madh, sepse pikërisht në këtë teatr unë kam nisë karrierën time para 26 viteve, ku kam qenë si aktore e jashtëme, por atëherë ka qenë si qendër teatrore për fëmijë, domethënë jo shtetëror, kurse ky teatr ky institucion, Teatri Shqiptar për Fëmijë dhe të Rinj, ka lindur si rrjedhoj e teatrit paraprak. Kam ardhur e them sakrificë, sepse në momentin kur jam emëruar si drejtore, ky objekt ka qenë të çkyçur prej rrymës, domethënë 4 muaj ose 5 muaj neve s'kemi funksionuar, si me thanë, kam vazhduar vetëm ato punët administrative, jam ngulfatur te mase, kam qenë me një gjendje emocionale sepse me duar të lidhura, se edhe vazhdimisht kam thënë, nuk kam marrë për me marrë një rrokë, nuk vuaj për një post të drejtorit, por thjesht dua, domethënë duke ditur se veprimtaria bazë e këtij institucionit, që është të prodhojmë sa më shumë shfaqje dhe të luhen sa më shumë shfaqje, dhe kjo ka qenë, si me thënë, ajo e para, prioriteti im i parë. Dhe derisa në një moment i kam mbledhur aktorët edhe kam thënë kështu nuk mund të vazhdojmë, a jeni dakord që të dalim të luajmë me shfaqjet që i kemi në Çerdhet ose ku kemi hapësirë, edhe të gjithë njerëzit ma kanë kthyer po, edhe kemi vazhduar, kemi luajtur në Çerdhe me shfaqjet tona që kemi pasur në repertuar, sado ku do ta mbushim pak atë zbrastirën. Dhe më pastaj në ndërkohë vjen rryma, por nuk vjen nxemja qendrore. Dhe këto janë ato sfidat krejt si rezultati asaj se nuk ekziston një marrëveshje, sepse ky objekt ku funksionojmë tani është objekti Bashkësisë Fetare Islame, jo objekti, por toka. Edhe nuk ekziston një marrëveshje ndërmjet BFI-s dhe Ministrisë Kulturës dhe Turizmit. Nuk jemi ne pala që duhet ta nënshkruajmë atë marrëveshje, është Ministria e Kulturës, mirë po Ministria e Kulturës me BFI-n vazhdimisht kanë qenë, si me thënë, në mos marrëveshje, edhe si pasojë e gjithë asaj teatri është viktima për fat të keq, edhe si pasojë e mungesës së kësaj marrëveshjes, të themi neve nuk kemi mjete për këto shpenzimet mujore. Dhe kjo është ajo që vërtet e vështirëson punën tonë, por për skaj gjitha këtyre vështirësive dhe sfidave dhe me plot gojë, e them, me kushte minimale, ne arrim të realizojmë programën vjetore nga entuziazmi, nga vullneti, por para së gjithash nga buzëqeshjet e fëmijëve kur vinë të shohin një shfaqje dhe kur dalin, nuk ju qesh vetëm goja, ju qeshin edhe syt. Edhe ajo është motivi kryesor që ne edhe me këto kushte minimale ne bëjmë çmos që ta mbushim repertorin tonë. Dhe këtu patjetër më lejo ta përmend se jam shumë mirënjohëse nga sektori administrativ, nga sektori teknik, po ashtu edhe nga sektori artistik. Sepse sikur mos ekzistonte kjo vullnet ose si më thënë kjo përgjigje pozitive nga gjithë këto, nuk e di a do kishim ecur përpara.
Po, shkurtimisht, sepse na kanë kaluar minuta, po më vjen natyrshëm as gjithë kësaj që e tha tani, për gjitha këto sfida që i pate, nëse do të kishit mundësi të ndryshonit ligjin, apo të ndryshonte ligjin dhe nëse do të ishit pyetur ju për teatrat në Maqedoninë e Veriut, çfarë do të ndryshonit parën për t'i dhënë frymarrje më të madhe institucionit? Nuk është se duhet të ndryshojmë ligj, Ardiana, duhet të jepet një përkrahje sa më e madhe për institucionet kulturore. E them shpesh, unë nuk kërkoj Disneyland. Do me thënë, e kërkoj një nevojë bazike ku fëmijët përveç se argëtohen, por edhe edukohen. Do me thënë, të përkrahen sa më shumë institucionet kulturore, sepse nuk është do me thënë çështje dëshire, por është nevojë e domosdoshme që ne edukojmë një brez, qysh në moshën me të vegjël, që më pastaj ai brez ta mbajmë në teatrin, të edukohet edhe kur do të rritet që ta ndjek teatrin, si një ushqim shpirtëror, të themi. Edhe kjo është ajo që e kërkoj vazhdimisht. E kërkoj vazhdimisht, do me thënë, një përkrahje sa më të madhe, të gjendet zgjidhja, do flas konkretisht për institucionin ton, të zgjidhet të qoftë një gur themel dikundi, qoftë një objekt ku mund të modifikohet me skenë, me sallë edhe me zyra, ku ne mund të funksionojmë edhe të frymojmë lirshëm pa këto probleme që janë edhe qesharake. Zarie, turojmë dhe tëtë për gjitha shfaqjet, premierat që i keni planifikuar të realizon ashtu si që doni, dhe ne ju presim dhe me projekte të radhës këtu në studio dhe me videolidhje, nëse nuk është e mundur të vini këtu. Uroj, faleminderit shumë edhe njerë për nga ana juaj. Faleminderit. Ministria e Kulturës dhe Turizmit Saranda Bugojevci ka njoftuar se në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Republikës së Kosovës është miratuar ligji për Inspektoratin Qendror të Trashëgimisë Kulturore dhe sipas njoftimit me këtë ligj po forcohet sistemi i mbrojtjes së trashëgimisë son kulturore dhe po rriten kapacitetet inspektuese në terren. Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore po ngritet në nivel të një agjencie ekzekutive duke u bërë më funksional dhe më i fuqishëm në punën e tij. Ky është një hap konkret për mbrojtje më të mirë të monumenteve dhe për një qasje më të koordinuar mes institucioneve qendrore dhe lokale në funksion të ruajtjes së trashëgimisë kulturore, thuhet mes tjerash në njoftim. Biblioteka Kombëtare e Kosovës po merr pjesë për herë të parë në takimin e rrjetit letrar evropian Traduki, i cili mbahet në Sarajevo më 20-21 prill të këtij viti. Duke shënuar një hap të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit kulturor dhe integrimin e letërsisë kosovare në hapësirën evropiane të përkthimit dhe votimit, Biblioteka Kombëtare është pranuar si antare vëzhguese në rrjetin letrar evropian Traduki dhe ky vendim vjen si rezultati një procesi të gjatë angazhimi dhe lobimi institucional i cili ka nisur në dhjetor të vitit 2024, ku qëllimi kryesor i këtij procesi ka qenë krijimi i mundësive më të mëdha për përkthimin, botimin dhe promovimin e letërsisë shqipe nga Kosova në gjuhën gjermane, si dhe rritja e pranisë autorëve kosovar në rrjet dhe platforma ndërkombëtare të letërsisë. Gjatë panajirit të librit në Leipzig, Ministria e Kulturës dhe Turizmit Bugojevci ka zhvilluar një takim me drejtuesit e rrjetit Traduki dhe përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Gjermanisë, duke riafirmuar angazhimin e institucioneve të Kosovës për themelimin e bashkëpunimit kulturor ndërkombëtar. Traduki është një rrjet evropian i themeluar në vitin 2008, i cili synon të mbështesë përkthimin, botimin dhe qarkullimin e letërsisë nga vendet e Evropës juglindore në hapësirën gjermanofolëse dhe më gjerë. Përmes këtij rrjeti krijon ura bashkëpunimin ndërmjet autorëve, përkthyesve, botuesve dhe institucioneve kulturore, duke kontribuar në ndërkombëtarizimin e letërsive kombëtare dhe në forcimin e dialogut kulturor evropian. Në këtë kontekst, pranimi i Kosovës si antare vëzhguese përbën një zhvillim të rëndësishëm institucional dhe kulturor, duke hapur mundësi të reja për afirmimin e letërsisë kosovare në skenën ndërkombëtare. E më 4 maj në ora 16 në Bibliotekën Kombëtare Pjetër Bogdani, pra të Kosovës, në Prishtinë, do të mbahet aktiviteti letrar lexim me Jona Kicaj. Sipas organizatorëve, ngjarja organizohet në bashkëpunim me Goethe Centrum në mbështetjen e ambasadës gjermane dhe Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Në këtë mbrëmje letrare, autorja Jehona Kicaj do të lexojë fragmente nga romani i saj duke sjellë për publiku një përjetim të drejtë për drejtë të veprës dhe temave që trajton. Dhe pas leximit do të zhvillohet një bashkëbisedim me
autorën, i moderuar nga Blerti Ismaili dhe Uridie Lajqi, ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi të diskutojnë mbi procesin krijues, frymëzimin dhe prapaskenat e romanit. Aktiviteti synon të ofrojë publikun me letërsinë bashkohore dhe të nxjisë dialogun kulturor, thuhet mas tjerash në njoftim. Edicioni i 16 i Chopin Piano Fest Prishtina do të hapet më 7 maj me një mbrëmje të veçantë të titulluar Italian Night në kuadër të Ditës së Evropës. Në koncertin hapës do të performojë ansambli italian Duo Gazzana, i përbërë nga violinistja Natasja Gazzana dhe pianistja Rafaela Gazzana, të njohura për paraqitjet në skena dhe festivale ndërkombëtare. Ansambli i parë italian i muzikës kamertale që ka incizuar në ECM Records pritet të sjellë një program që ndërthu repertorin tradicional me atë bashkohor. Ngjarja do të mbahet në amfiteatrin EI të Bibliotekës Qendrore Universitare në Prishtinë, duke filluar nga ora 20. Festivali Sunny Hill ka bërë të ditur emrat e parë kryesor që do të performojnë në edicionin e si vjetmë, duke ndezur entuziazmin e fansave të muzikës elektronike. Sipas njoftimit zyrtar, në skenën e madhe të festivalit këtë verë do të ngjiten DJ Adam Port dhe DJ Rampa, dy nga emrat më të njohur të labelit të famshëm gjerman Keine Music. Jemi mëse të ngazluar për që të uroj mirëseardhje Adam Portit dhe Rampës në skenën tonë, thuhet në publikimin në njoftimin e publikuar të faqes së festivalit. Organizatorët theksuan gjithashtu se Keine Music ka krijuar një kult global ndjekësisht dhe se Sunny Hill është i gatshëm të sjellë një atmosferë unike këtë verë, duke e pozicionuar festivalin edhe më të fuqishëm në hartën e eventeve apo ngjarjeve ndërkombëtare. Sunny Hill pritet që në ditët në VM të zbulojë edhe emra të tjerë të rëndësishëm të programit artistik. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka shpallur një thirrje për muzikantë të talentuar për të marrë pjesë në aktivitetet që shënojnë 250 vjetorin e pavarësisë së SBA-s, njoftoi kështu ambasada, dhe sipas njoftimit të interesuarit mund të zgjedhin njërin nga 3 këngët amerikane: The Star, Spangled Banner, America the Beautiful ose My Country, Tis of Thee, që dhe do të regjistrojë një video me interpretimin e tyre. Pjesëmarrësit duhet të publikojnë videot në rrjetet sociale Facebook ose Instagram. Afati për aplikim është deri më 12 maj, ndërsa disa nga aplikimet e përzgjedhura mund të ftohen për të performuar në ngjarjen zyrtore të 4 korrikut. Dhe kështu për të mos humbur asgjë nga lajmet e fundit, na ndjeqni dhe na pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Mos harroni, jemi gjithmonë live në rtglive.com. Të nderuar shikues, ne këtu po e përfundojmë magazinën Art Kultur. Ne ju falenderojmë që na ndoqët dhe mirupafshim sërish nesër.